Përshëndetje gjithëve miq të Albania Newscast, takojmë dhe në këtë episod të fundjavës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Fatbar Kadilli për të folur për gjithë ato dinamika të forta që vijnë nga protesta, por jo vetëm. Me zotin Kadilli, politikan i njohur, ish deputeti i Partisë Demokratike, por edhe një politikan që ka hedhur her pas here teza shumë interesante. Do të flasim për protestën, por edhe për situatën brenda kampeve të mëdha politike, të cilat janë shkundur jo pak nga protesta. Kadilli, faleminderit. Kënaqësi që të kam në këtë iniciativë të re. Faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe komplimente për çfarë keni bërë. Dhe uroj sukses. Futemi me njëherë në temë. I ke parë protestat, ha? Protesta besoj që asnjë nuk i priste në këtë magnitudë, nuk i priste në këtë format. Cili është komenti jot i parë, i ftohtë? Fjala magnitudë më pëlqeu, është një magnitudë e madhe. Do të thonë është një lëvizje tamam nga ato që quhen tektonike, që lëvizin pllakat e mëdha të politikës dhe të shoqërisë në radh parë. Për mua është ngjarja më e mirë, më e rëndësishme, më e shëndetshme që i ka ndodhur shoqërisë shqiptare në 35 vjet që ne eksperimentojmë demokracinë. Ajo protestë është e shëndetshme sepse bëhet jo nga parti dhe agenda politike. Njerëz që rinë afër partisë me shpresë se partia vjen pushtet dhe këta marrin diçka. Apo janë në pushtet dhe mbrojnë zyrat e tyre. Kjo protestë është nga qytetarë që kanë interes të vetëm të ndryshoj situata, të ndryshoj gjendja e demokracisë shqiptare, e cila duhet të thënë është disfunksionale, është një demokraci që nuk funksionon. Në letër demokraci është, por nuk funksionon. E dyta, kjo protestë është padyshim më e shëndetshme që ka ndodhur, është edhe protesta më pluraliste që unë kujtoj në historinë e 35 vjetëve, është e krahasueshme për nga pluraliteti i saj me reagimin shoqëror të dhjetor 90 deri në 91-shin, kur shoqëria donte ndryshim. Dhe aty, edhe në 90-ën, ti kishe edhe njerëz të nomenklaturës komuniste, por që e dinin që nuk funksiononte më, dhe njerëz që donin patjetër rrëzimin dhe që mund të vinin edhe nga. Meqense preke shumë mirë këtë. Ka paralelizma ose shumë njerëz hedhin paralelizma me lëvizjen studentore të viteve 90. Ka ngjashmëri? Ka shumë ngjashmëri, por çdo krahasim natyrisht çalon. Nuk është barazim. Pra ka diferenca, ka dhe ngjashmëri. Ngjashmëria është që vjen, siç ishte ajo atëherë, vjen nga studentët e dikurshëm dhe vjen nga rinia e sotme kryesisht. Pra vjen nga njerëz që shqetësim kanë atë publiken, nuk kanë shqetësim privaten. Se kush ishte student atëherë hynte përsëri në një stres disi më të favorizuar ose më të pëlqyer nga regjimi. Nuk ishin në student njerëz që ishin të persekutuar, të dëmtuar nga regjimi, pra nuk ishin një arsye personale, ekonomike apo sociale, kishin arsye kolektive. Ngjarja e 90-s, në ngjashmëri padyshim edhe me të sotmen, ka një veçanti. Ne gjithmonë na ka udhëhequr në ndryshimet tona të mëdha historike, që nga pavarësia. Na ka udhëhequr një lojë politike e lojtarëve, aktorëve të rëndësishëm politik, ekonomik e social, pra nuk e kemi bërë vetë, nuk ka qenë e bërë nga ne. Ka qenë dhe një çik mall importi. E njëjta gjë lufta e dytë botërore, ne u përfshim sepse u përfshi bota, se ne ishim pushtuar para se fillonte lufta e dytë botërore dhe nuk kishim reaguar si shoqëri. Edhe komunizmi ishte përsëri një mall importi, pra diçka që kishte ndodhur në botë, ndodhi edhe tek ne. Padyshim edhe në 90-ta ishte deri diku një mall importi, por u bën nga shoqëria, nuk u bën nga elita. Pavarësinë e bën elitat. Luftën e dytë botërore, përfshirjen me komunist apo nacionalist, e kishin prap elitat. Në 90-ën e bëri shoqëria. Ajo mas kritike në mes të shoqërisë, që është mas në numra e vogël, po që prodhon mendimin dhe profilizon shoqërinë. Pra kjo protestë sot në Europë, pavarësisht se për çfarë agjendash politike përdoret, nga e majta, nga antitrampistët, nga ambientalistët, nga kushdo, sot ne na propozon në sytë e Europës si më europian s'ka ku të vej. Pse? Ndërkohën që po akseson Shqipëria në Europë, jo për merit të vetë më shumë se sa për interesa gjeopolitike të Europës, pra antarësimi ynë po përshpejtohet, sepse Europa ka interes t'i kyçi brenda vetes vendet e rajonit, përfshi dhe Ukrainën, por nga ana tjetër, të gjitha këto vende perceptohen nga europiani i thjesht si vende me deficiencë të fortë demokracie, të që është realitet deri diku, dhe me deficiencë të madhe kulturore.
Kjo protest e zbe rezistencën e një europiani skeptik për zgjerimin, e zbe duke thënë prit se këta që janë europian. Këta fliskan për mjedisin, një lloj si ne. Këta protestojnë kundër qeverisë për transparencë, një lloj si ne. Këta kërkojnë mirë qeverisje edhe kur janë të pasur apo fëmijë të pasur. Kjo është ajo Shqipëria e panjohur, po themi. Eksakt. Atë që nuk e përfaqëson dot kryeministri as me atlete, as me kravata me lule, as me bloqe me piktura. Ai bën pjesën e tij po si elitë dhe politik. Kjo që bëjnë qytetarët shqiptar në atë protestë që thash është më shëndetshmja, më pluralistja. Ajo i tregon Europës që shqiptarët që nga europian. Na bën realisht ata që ndoshta nuk jemi tamam, po na propozon pjesën tonë më të mirë, pjesën pro-perëndimore, pro-europiane. Kadilli, duhet mbetet këtu apo duhet bëhet diçka ndryshe për ta rrëzuar vërtet sistemin duopol që ekziston në Shqipëri prej viteve 92? Ose çfarë duhet bëjnë? Një këshill publike, po të elaboruar, të lutem, që ti i jep organizatorëve, koordinatorëve, ata që merren me protestën, sepse nuk është një grup i vogël, janë shumë njerëz që merren me koordinime, po koordinime nuk po flas politike, koordinime organizative. Në mënyrën më të ndershme, gjithmonë jam shmangur pyetjeve, jepi këshill, çfarë do t'i këshilloje, po themi Berishës, Bashës, Ramës etj. Jo, ata nuk i këshilloj. Dhe nuk e meritojnë. Nuk e meritojnë sepse kanë pas kohë boll të marrin këshilla jo nga Kadilli, po nga kushdo, nga populli etj etj, se janë në kontakt intensiv. Po kjo që është një gjë kaq e veçantë, kaq e pastër, me prurje siç e thatë ju nga të gjitha llojet, janë shumë prenj që bashkohen në këtë lumë. Këshilla e parë është mos e radikalizoni në një profil o një profil tjetër. Që do thotë? Të jetë sa më pluraliste. Mos dominohet nga radikalizmat, qofshin ato që janë më të rrezikshme, që është islami politik, e majta radikale, apo dhe konservatorizmi radikal, nacionalizmi ekstrem. Çdo le të jenë aty prezent sepse janë pjesë e shoqërisë dhe shoqëria përderisa shprehet edhe politikisht nëpërmjet këtyre segmenteve radikale, i ka dhe duhet i ketë. Në këtë polis, në këtë shesh të qytetit, duhet jenë të gjithë dhe le të kanë vendin e tyre të gjithë. Por nëse radikalizmi pengon atë që nuk është radikale, rrezikon dhe ngushton protestën. Protesta duhet vinë në rritje. Çdo element brenda protestës duhet të ketë hapësirën e vet. Kush mendon ta personalizojë në emër të një doktrine të caktuar, e rrezikon protestën. Dhe unë jam parë si kritik ndaj protestës, jo, unë kam paralajmërim për çfarë rrezikon protestën. Zgjerimi, mbajtja e pluralitetit dhe dalja me kërkesa politike. Kur them politike, duhet të jenë kërkesa të natyrës, do të thënë jo politike të thjeshtuara, por drejtën në shinjestër. Që do thotë? Pra ju përmendet sistemi dy partijak që ne kemi. Unë nuk jam kundër sistemit dy partijak. Nuk ka sistem të mirë apo të keq. Ka sistem që funksionon ose nuk funksionon. Ajo që nuk funksionon në Shqipëri dhe që duhet ndryshuar në mënyrë urgjente nga politika është ne kemi katandisur jo në një sistem që kontrollohet nga partitë. Ne kemi katandisur në një sistem që kontrollohet nga kryetarët. Pra nga dy individ. Kryetari i PS-s dhe kryetari i PD-s. Këta kontrollojnë gjithçka. Pse? Kryetari bën listat kush futet dhe kush nuk futet për deputet. Pra, kush është politikan i Partisë Socialiste, Demokratike apo dhe LSI-s që ishte aktor deri diku, i cakton kryetari. Dhe mbasi i cakton kryetari, këta njerëz nuk kanë më zë independent. Shumë rrallë ndodh që dikush për arsye bindjesh ose edhe personale mund të bëj shkëputje. Por bën shkëputje dhe mbetet jashtë. Nuk bën dot një shkëputje dhe vazhdon të jetë aktor dhe i rëndësishëm në lojë. Kjo si ndryshohet? Duke ndryshuar dizenjimin e sistemit demokratik që ne kemi. 2 mandate jo më shumë. Kryeministri e bëri Hungaria tani. Po. Të vihet kufizim. Qofse nuk është kufizim moral, vihet me ligj. Për shembull, Amerika ka pasur nga presidenti i parë, George Washington, e ka pas 2 mandate dhe ikte presidenti, nuk garonte për të tretë. Nuk që e shkruar në ligj. Ishte vullneti i mirë i presidentëve. E shkeli një president shumë i mirë, nga më të lavdëruarit, e shkeli Roosevelti. Fitoi në 32-shin, e mori zyrën në janar 33-shit, e mori për herë të dytë në janar të 37-s, e mori për herë të tretë në janar të 40-s, e mori edhe për herë të katërt në janar të 44-s. Dhe atëherë vetë amerikanët kanë prit një traditë 150-60 vjeçare, u shkel nga i presidenti i shkëlqyer,
por nuk duhet shkelur. Pse? Në qoftë se ti ke për t'i dhënë një vendi, apo një qoftë edhe ju keni eksperiencat e tua si gazetar. Nuk krijet në një studio, në një profil gazetaresk gjithë jetën. Njeriu tenton të ndryshojë, të eksperimentojë, të japi maksimumin atje ku ka gjetjen e vet. Po politika. Se profesioni është i ngushtë, është profesion. Po politika që mbulon 360 gradë të shoqërisë, të ekonomisë, të gjithçka tjetër, të sistemeve tona etike etj. Si mund të ri pa fund një njeri? Dhe ka funksionuar gjithmonë kur ka kufizim mandati. E dyta, duhet ndarë ekzekutivi nga legislativi. A ka mundësi që të jetë zgjedhjet për legislativ të jenë ndryshe dhe për ekzekutiv të jenë ndryshe, siç e ka Amerika? Debati i sotëm, qoftë edhe lufta në Iran, është komentuar si nevojë e Trump për të siguruar një fitore të fortë, nga e cila do mund të garantonte veten që në atë që quhen midterm, pra zgjedhjet në mes të mandatit, po që nuk janë për ekzekutivin, janë për Senat Kongres. Pra, e thëm për shqiptarët, nuk janë për kryeministrin. Me ato që del deri tani Senatin e mban, po Kongresin shumë gjasa e humbet. Në pikë pyetje, dhe ai do ta fitojë. Por supozojmë rastin shoqëria amerikane e ka zgjedhur kryeministrin, pra presidenti Trump është kryeministri këtu. E ka zgjedhur për një mandat, të dytë, 4 vjet nuk lëviz. Ama Kongresi mas 2 vjetësh, parlamenti kalon në zgjedhje. Dhe në qoftë se një president qëndron në pushtet, se ashtu e ka mandatin, pra një kryeministër, po parlamenti se ka me vete, nuk e përdor dot parlamentin si lec këtopi, si lec që pastron këpucët. Kjo është ajo që po i them shqiptarëve dhe Bardhi, por është problem mentaliteti i publikut apo është problem sistemi në vetvete? Sepse vërtet ti thua që edhe unë bie dakord në tezën tënde që është një sistem që kryetari vendos kush do jetë deputet, kush nuk duhet të jetë. E marrin Rama neomalsoren e pa që doli bukur me qingjin edhe bëri deputete të parë në Shkodër dhe iku. Pra, është mentaliteti i votuesit apo është sistemi, sepse në çdo lloj sistemi në fund ditës do përballet te mentaliteti. Jam plotësisht dakord, është thelbi një shoqërie të emancipuar, është mentaliteti. Por kur ne shohim që njerëzit me agjend shfrytëzojnë mentalitetin, por e mbajnë dhe në kurth mentalitetin, kur mentaliteti është gati për ndryshim, e mbajnë në kurth me ca artifica, duhet ndryshuar apo me rregullime ligjore, duhet ndryshuar ligjet. Sepse protesta tregon që mentaliteti ka ndryshuar. Dhe e kishte treguar jo vetëm protesta. Në 4-5 vjet e fundit, çdo sondazh nxjerr rregullisht 18, 19, 22% e njerëzve nuk duan as PD, as PS, madje as partitë e vogla, por duan një alternativë të re politike. Dhe kjo tregon që nuk janë të kënaqur me sistemin partijak që kemi. Pra mentaliteti ka ndryshuar. Dhe çfarë ndodh? Kushtetuta e 98-s e ndryshuar në 2008 e ka bllokuar sistemin tonë. Ti nuk ke akses në politikë. Ti nuk ke mundësi të kur je në politikë, siç kam qenë unë, që të ndryshosh politikën. Sepse duhet të bësh atë që do kryetari. Unë kam qenë antar kryesie, kam qenë sekretari i burimeve njerëzore, pra kam qenë në kryesinë e vogël të Partisë Demokratike. Nuk e ndryshoje dot politikën. Sa kohë nuk i mbushej mendja Berishës me zëdhënësin e vet Bashën. Ose po kur ishte dhe tani që është pra Berisha, apo Rama në Partinë Socialiste. Po ti interesoj Ramës, ti je njeriu që ndihmon më tepër, pra mjafton me një foto me qingje ndihmove, hyn deputet. S'ka thënë asgjë politike. As ka asnjë vlerë politike. Mund të bësh kontribute të shkëlqyera me mendim politik, me ide politike, me aksion politik. Je zero sa kohë nuk përputhet kjo me interesin e kryetarit. Prandaj, kur kam dalë kandidat, e kam quajtur kryetarokraci. Ne duhet të rrëzojmë kryetarokracinë. Kam bërthirje që një parti duhet të jetë më e madhe se kryetari. Siç sot bëhet një thirrje, protesta duhet të jetë më e madhe se segmentet që përfaqësojnë. Se segmentet nuk janë shumatore. Pra të jetë më gjithëpërfshirëse, po thua. Absolutisht, më gjithëpërfshirëse. Të jenë brenda të gjithë, mos bëhet ndarëse. Po u bën ndarëse, ca duhen, ca s'duhen, protesta rrezikon të humbas ose të akaparohet, pra të kapet nga një segment ose një segment tjetër, ose të thërmohet dhe të kapet një pjesë diku, një pjesë diku. Bardhi, duhet të bëhet parti apo jo? Me i përgjigje të plot, shtëruse në Shoqëria ka nevojë për parti të re, në mënyrë absolute, por partia kërkon mendim politik. Nuk mjafton refuzimi. Refuzimi u shpall me protestën, është një gjë e shkëlqyer, sa kohë aty nuk po del një parti politike, le të vazhdoj refuzimi,
por në momentin që piqet mendimi politik nga njerëzit që organizojnë, do të ishte një nga mjetet më të mira do ishte shpallja e një partie politike. Por jo radikale, jo e parti me indoktrinim. Sepse ata që indoktrinohen, besojnë doktrinën, nuk e kanë mendjen e hapur. Ne na duhet një parti, dhe ajo protestë kërkon mendje hapur, se mendje ngushtë i kemi militantët e partive, madje edhe këta që nga nën kryetari i partisë deri ke i fundit, edhe në socialistët dhe demokratikën nuk mendojnë. Në PD është fenomenale, e kemi diskutuar dhe herë tjetër. Do kalojmë te PD. Shpreha e ka menduar doktori. Do ketë menduar në një gjë doktori. Nga ky moment nuk ka mendim aty. Jam i bindur se nuk e njoh nga brenda, po jam i bindur që funksionon një lloj. Po një lloj, ti e njeh sistemin politik, kështu që. Pra kjo partia që mund të dali, nuk e nxis sepse nuk jam brenda kontekstit të tyre. Jo thjesht e kam unë pyetje. Po, unë do kërkoja që të dilte po një parti me mendim politik. Jo një parti që imiton të keqen që ne trashëgojmë. Ne kemi parti. S'kemi një, kemi shumë. Kemi përveç PD, PS, kemi dhe LSI, kemi dhe partitë e vogla që quhen. Të gjitha vuajnë nga modeli. Të gjitha janë parti bolshevike, ku mendimi i shumicës e përjashton pakicën dhe shndrohen në ato që quhen parti të njëshit. Nuk ka nevojë më Shqipëria për parti të një njëshi. Kushdo qoftë ai. Ka nevojë për një parti që është më e madhe se sa kryetari. Një parti që jeton gjatë, shumë më gjatë se sa kryetari vet. Për një shembull, kur është themeluar Partia Demokratike, në statutin e parë të Partisë Demokratike shkruhej: kryetari zgjidhet për një mandat 2 vjeçar dhe nuk mund të zgjidhet më shumë se 2 herë. Pra një kryetar nuk mund të rindë më shumë se 4 vjet. Flasim 92-shin. 91-shin kur u bë statuti i parë. 91-shin. E ndryshoi Berisha kur ishte president në 93-shin. Në kuvendin kombëtar të nëndorit 93-shit kjo u ndryshua. U bë që kryetari duhet ta ketë mandatin 4 vjet, po prapë me 2 mandate. Pastaj edhe këto 2 mandate kufizimin e hoqëm. Pse? Se morin kontroll komplet partinë. U futëm te PD-ja. Si e shikon gjithë të kohë situatën brenda kampit blu? Kjo protesta është ngritur mbi humusin opozitar të PD-s, po si humus, si terren, dhe mbi gjitha mbi vakumin, boshllëkun që la PD-ja. Sepse njerëzit në sistemin dypartijak nuk janë dhaj armiqësor me sistemin, kur ai operon. Po kur pan që njëra nga 2 këmbët e demokracisë, pushteti vazhdon të rritej dhe këmba tjetër vazhdon të shkurtohej, demokracia jo vetëm që u bë çalamane, po rrëzoi. Dhe 4 ditë e para të protestës, ka ditur kam qenë për studio televizive, dhe isha pro protestës, pro protestuesve, dhe përballë kisha profesues të PS-s dhe PD-s ishin të unifikuar në qendrim. Dhe nuk e ndalloja dot kush ishte me kë. Pra u sulmuan protestuesit anti-Trump, madje u thanë që ka çuar Rama, pra u thanë gjitha janë kundër investimit. Pastaj I di se jam në kontakt intensiv. U deshën 8 ditë që të ndryshonte. Miqt mi thoshin që ka dalë administrata në protestë. Bile këm ngulnin për këtë gjë. Nuk e kam kthy përgjigje drejt për drejt, po thosha, jeni në vete? Rama nuk e donte në asnjë mënyrë një protestë të tillë. Domethënë Rama do një opozit që e ka këmbën, pra në atë 2 këmbshin që është pushteti dhe opozita, sa më e shkurtër këmba opozitës. Dhe Rama ka investuar në atë spirale zbritse, ku u fut në atë krizë që mbyti veten Partia Demokratike, që u fut mbas zgjedhjeve 2021-shit. Partia Demokratike u fut në një spirale të keqe, u përplas, se ka ndodhur 8 janar 22-shit, ka ndodhur zgjedhjet në 22-shin, zgjedhjet në 23-shin, partia u ça. Dhe duke u çarë opozita, dhe duke qenë që antarët e dikurshëm të opozitës vëllezër në armë me njëri tjetrin, filluan të sulmonin dhe të nxirrin palara njëri tjetrin. Atë Republiku shef që thot, prit një minutë. Sa që ngeni një partiu, jeni burat mirë. Kur filloni u zikeni me njëri tjetrin, tregoni që ti pas ke i vil në lalz, ti ke përgjegjësi ke vrasja aty, ti ke punu me drogën, po partia u quajt ka partia e babit Zenit. Oh. Dhe pastaj edhe bashkohesh prap. Ktu e ke ulur moralin në fund të këmbëve, ose themi atë fjalën tjetër, vetes tënde. Dhe vakumi që la Partia Demokratike, si institucion i pranuar dhe i besuar si institucion opozitar, do shfrytëzoj materia në fizik, materia nuk pranon vakum. Kur të rriqet një gjë, shoqërohet nga gjëja tjetër. Është ligj fizike. Atëherë do lindte patjetër një gjë.
Dhe gjë më e mirë është që lindi një gjë shumë e shëndetshme. Një protestë qytetare. Pluraliste, pa agjendë politike të momentit, e mbështetur nga njerëz që janë në mirëqenie në realitetin shqiptar, nuk janë aty për rrogë, dhe kërcënojnë politikën e vjetër, jo vetëm Rama Berisha, po dhe këta që i shkojnë nga mbrapa Rama Berisha, se këta janë për koromanën, për copën e bukës, klientë janë, sikur janë oligark, sikur janë barkthar, rinë nga mbrapa tyre sepse ju duket që ju zë dhëmbi në një gjë, duke i ndjetur nga mbrapa. Si është ai filmi i famshëm që tha, pse na vjen, pse do të vish ke ne, ata kishin dalë për liri. Po thashta të vjedhë unë mbas se bëj në një plaçk. Të Çerçistopull. Të Çerçistopullit. Filmi Liria vdekje. Edhe këta janë për plaçk, vëlla. Dhe populli që është aty është kundër këtij popullit që është për plaçk. Dhe ky është popull që nuk është për plaçk. Ky është popull minorant sot ndoshta, 20% mund të jetë, 15. Po është popull që formson politikën. Prandaj unë kam ngul që ata në momentin që do të vendosin, bëjnë apo s'bëjnë parti është punë e tyre. Kërkesa duhet i kenë politike. Dhe mos flasim për ndryshim sistemi në tërësi. Se këtu konfondohet. E përdorin radikalët. Ata që duan që ky quhet sistem kapitalist ka falimentuar, duhet ndryshojmë sistemin kapitalist me çfarë? Ma thuaj. Të mbështes është tjetër gjë. Por sistemi politik ai që tham bash demokratik duhet ridizenjuar. Dhe këtu hyn mënyra se si ne zgjedhim përfaqësuesit. Sa shpesh i zgjedhim përfaqësuesit, se nuk ka gjë më të mirë në shoqëri demokratike se sa zgjedhjet. Zgjedhjet janë valvula e shkarkimit. Prandaj në Amerikë shkojnë çdo 2 vjet në zgjedhje. Po. Dhe kjo e mban balancën e pushtetit atje. Dhe atje thonë, po okay, do jetë 4 vjet, do bëj zullume presidenti Trump apo presidenti Biden, mbas 2 vjetësh vin zgjedhjet për Kongres, e bllokojmë me Kongres, a me Senat, se bllokuam, e rrëzojmë mbas 2 vjetësh. Zgjedhjet janë mekanizmi i vetëm që ka magjinë e demokracisë dhe kufizimi i mandateve. Ne këto gjëra duhet i kërkoj protesta. Dhe pastaj më mbrapa dhe diçka. Rimodelimi i ekonomisë shqiptare, po ajo nuk diskutohet në protestë. Patjetër, është tjetër fazë. Është një fazë tjetër. PD-n e shikon të dobësuar, të forcuar, ma jep një koment të shkurtër se dua ta mbyll me PS-n. PD-ja u rrezikua dhe ishte viktima e parë e protestës, sepse mori domenin e të qenit opozit. Dhe një opozit më simpatike se sa Molotov. Protesti ishte edhe në janar shkurt marës me Molotov, protesta edhe para se ditësh. Kushdo që i ka parë të dy protesta do zgjidhte këtë tjetrën. Absolutisht, qartë asaj. Një. Dyta, konsumi moral i PD-s zvendësohet me njerëz me moral atje. Të paktën me sa njerëzit i njohin. Besueshmëria është e treta. Ata janë më të besueshëm se sa PD-ja sot. Çfarë bëri Berisha, duke qenë një lojtar shumë i fortë politik, mos e nënvlerësoj askush Berishën në zotësinë politike. Në emision me ty kam thënë, me i zoti politikisht në 100 vjet shtet. Jo do të mos do më i miri. Por sot për mua është një dëm i Partisë Demokratike dhe një dëm i shoqërisë. Në momentin e dhënë e kuptoi dhe mori kthesën i 180 gradë, pra nga soroiste një tjetër dhe u fut në terren. Nuk është futur vetë, po ka futur njerëzit e tij. Po. Nuk jam që njerëzit e PD-s përjashtohen, mos keq kuptohemi, por Berisha mbron interesat dhe territoret e tij duke qenë pjesë e protestës. Është ajo futi gozhën e Nasradinit është aty. Dhe nuk është vetëm Berisha. Berisha është më i dukshëm dhe më numerik. Ka bërë gjën më të mirë në shërbim të ambicjes së tij për ta mbajtur Partinë Demokratike aktor. Dhe Partia Demokratike në vetvete i ka bërë një të mirë. Shoqërisë do ta shohë kohë se si ka qenë. Në të njëjtën mënyrë edhe partitë e vogla po tentojnë ta shfrytëzojnë. Secili në mënyrën e vet. Protesta për mua duhet i ri larg institucionit partijak, po nuk duhet largoj njerëzit që vinë nga partitë. Dhe kjo e bën më pluraliste. Pra PD-ja po mbijeton në këtë situatë nëpërmjet lëvizjeve të Berishës. Kalojmë te Partia Socialiste. Edi Rama, si e shikon përballë protestës, përballë PD-s, por PD-n gati e azgjësonte shumë lehtë edhe politikisht, por duke sikur te protesta ka një ngecje. Edi Rama avantazhin e vet e ka pasur që kur ka dalë në politikë, e ka pasur se është sjellë si njëri gjysmë politik. Madje gjithmonë mburej, unë nuk jam politikan, pas se kur u bë kryeminist thoshte prapë, po nuk shkonte më, dhe filli thoshte unë nuk jam politikan konvencional, pra i zakonshëm, jam çik ndryshe, dhe gjithmonë është munduar të ruaj dukjen me artifice qytetare. Kur them qytetare, të kuptimit që jo politike, jo militante. Dhe kjo matet edhe elektoralisht. Partia Socialiste mori 9% më pak se Edi Rama në garën e parë të Edi Ramës në vitin 2000. Pra Edi Rama i shtoi 9%
Dhe këto vinin nga votat majt të djathta të zonës gri e tjera. Madje edhe kur ishte kryetar partie, në 2007 dhe ishte në opozit, dhe garoi për bashkim, përballë të ndjerit Oldashi, përsëri fitoi më shumë se Partia Socialiste. Dhe pse ishte kryetari i Partisë Socialiste. Këtë fenomen ne nuk e kuptuam si PD dhe ishte në dëmin ton, se ne vazhduam të vjetroheshim, ai vazhdoi të përdorte këtë segment. Tashmë ky segmenti ka ikur. Sepse ky segmenti i njerëzve që duan një sjellje ndryshe, të hapur politike, të cilën e ka menaxhuar me artifice të tipit neomalsoria, apo të tjera, si këto se është vetëm ajo, pa ajo bë më e famshme sot, këto artifice tregonin, jepnin njerëzve një mesazh besimi ose shprese që ky është diçka ndryshe. Sot kjo nuk është më, sepse këtë domen, këtë territor e kanë zënë ata që e kanë të tyrën. E ka zënë zona gri, shtresa e mesme e Shqipërisë, njerëzit jo militant të shoqërisë shqiptare. Në raport me këta i ka humbjen më të madhe politike që nga dita që ka hyrë në politikë. Se si do ta menaxhojësh punën e tij? Mbyllet cikli, si e shikon? Apo Rama- filloi mbyllja? Absolutisht filloi mbyllja. Kjo është më e sakta. Filloi mbyllja e një cikli politik. Rama po përpiqet të tonizojë partinë e vet, ta mbledhi. Socialistët gjithmonë si rregull, madje që në 92-shin i ka trembur Berisha. Është e vërtet. Ka qenë një lloj edhe faktori unifikus. Sa ju kujtoje Berishën, edhe kur kishin inate, mblidheshin. Motivoheshin. S'donin të votonin X-in, Y-in, sa ju kujtoje Berisha, dilnin. Ky lloj gogoli në thonjza, ra. Miti i tij ra që nga 2021 e mbrapa, futja partisë në sherrë etj. Tani ata nga Rama ka një gogol tjetër. Ka gogol protestën. Ju thot socialistëve, dilni dhe mbroni koromanën tuaj, dilni dhe mbroni çapën e Bukës apo pallatet që fitoni, dilni dhe mbrojni atje. Dhe prandaj bëri këtë turin në Suaz, në kornizën e 35 vjetorit, po ka pas dhe 30 vjetor dhe se ka bër, ka pas dhe 25 vjetor dhe se ka bër, ka pas dhe 15 vjetor, edhe 15 vjetor, kursa ishte bërë kryetar, nuk e ka bër. Ai ndjen që i iku kjo pjesë që ai ja shtonte Partisë Socialiste. Tani ai po mbrohet me Partinë Socialiste. Ky është fundi i profilit politik të Edi Ramës, sepse po mbrohet me Partinë Socialiste. Siç mbrohet Berisha me berishistët. Nuk mbrohet me Partinë Demokratike, se demokratët e kanë braktisur një shumicë dërmuese, po mbrohet me berishistët. Pra, këta janë mbyllur në ato, po fillon edhe Rama të mbyllet në kullën e tij socialiste, po i flet socialistëve, partisë, jo më qytetarëve. Ky është dëmi i tij nga kjo protestë, por ai përsëri do rezistoj, siç thash që Berisha po reziston duke futur gozhdë në protestë, duke qenë prezent, dhe e bën në shërbim të tij dhe të Partisë Demokratike berishiste që ka mbetur. Rama, nga ana tjetër, e di që i ka ikur, tenton të luajë akoma dhe prandaj bën ato show të sforcuara për të mbajtur sado pak nga kjo pjesa që argëtohet, disi nga politika, por i është kthyer Partisë Socialiste. Si thua, baza e partisë është ajo që duhet më shpëtoj, mua dhe veten e vet. Kjo është thirrja e Ramës. Prandaj është fundi i ciklit të tij politik. As gjatë një vit, as gjatë një muaj, as gjatë më shumë. Mbetet për të parë. E shikon pozitivisht të ardhmen në Shqipërisë ose ajo që do shkojë Shqipëria në zgjedhje në 1 minutë, se jemi në fund. Zgjedhje lokale, pastaj ato parlamentare. E ardhmja e Shqipërisë për mua është e garantuar vetëm nga një ndryshim i madh politik. Europa, për arsyet e veta gjeopolitike, po do ta përfshi sa më shpejt. Dhe shqiptarët kanë dalë në 90-ën e duam Shqipërinë si gjithë Europa sepse nuk kanë besuar kur ke politika vendase. Edhe pse kanë zgjedhur Berishën, Nanon, Metën, Ramën, Majkon, nuk kanë besuar sepse Shqipëria nuk ka qenë një vend i drejtë, nuk ka qenë një vend me mundësi të barabarta. Europa ju duket garanci e drejtësisë, kur them drejtësi jo gjykat, drejtësi në shërbime, në arsim, në shëndetësi, në shanse, në çdo gjë, në mundësi, eksakt. Në këtë drejtim ju duket garanci e Europa dhe çdo shqiptar do jetë i lumtur dhe do ketë të ardhme, duke qenë pjesë e asaj që quhet Bashkimi Evropian, Tregu i Përbashkët Evropian e gjithçka tjetër. Nga kjo natyrisht do ketë përfitim dhe institucioni i Shqipërisë. Shqipëria në vetvete ka pikpyetje të mëdha. Shqiptarët padyshim do kenë një avantazh shumë të madh. Do ta diskutojmë. Më pretove që do bëjmë biseda her pas here bashkë edhe tematike, por edhe për të futur pak mendim politik. Me shumë kënaqësi. Mendimi politik është ajo që i duhet shoqërisë dhe jo vetëm tek politika partijake. Për te kësaj. Mirë, në fund të kësaj bisede, Kadili, faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve. Ndërkohë, pas kësaj bisede do kalojmë në një hapësirë të shkurtër, më pas do rikthehemi me pjesën e dytë. Mos harroni bëni subscribe, jepni komentet tuaja se gjithmonë do t'i shikojmë me vëmendje dhe do t'i reflektojmë ato në episodet e radhës.
Rikëthyem përsëri në këtë transmetim online, jemi në pjesën e dytë të Albania Newscast, mbetemi tek ajo që ka qenë ngjarja më e rëndësishme e vitit, pse edhe një nga ngjarjet më të rëndësishme të këtyre 10-15 viteve të fundit, protesta, si do të vijojë, cilët janë skenar, do flas me dy njerëz që e kanë njohur dhe ndjekin që në hapat e para këtë protestë dhe do ndalemi te gjithë skenarët e mundshëm. Kam Rigert Xhemollari nga Qendresa Qytetare, faleminderit kënaqësi që të kam, dhe Bjorn Runa, gazetar. Faleminderit, kënaqësi që kam të dyve. Rigert, dua të hapim bashkë diskutimin, ti ke qenë që në hapat e parë, edhe të njerëzit që të një pjesë e grupit të madh koordinues, pra jo organizator, se ka shumë diskutime edhe për këtë pjesë. Si e ke parë deri tani protestën? E kam parë si diçka unike që po i ndodh Shqipërisë. Sigurisht në fillim nuk kishim këto pritshmëri, sepse ishim mësuar të paktën në protestat e këtyre 15 viteve sa unë kam marrë pjesë, e kishim parë si diçka që rritet, ka një kulm dhe pastaj bie dhe qytetarët shpërndahen. Por kjo protestë ndryshe nga të tjerat ka një qëllim politik, pra kishte një objektiv politik, dorëheqjen e kryeministrit Rama. Dhe duke pasur këtë si objektiv, qeveria kishte të pamundur që t'i plotësonte kërkesat e saj. Po e krahasoj me protestën e çmimeve që kemi pasur 4-5 vite më parë, ku qeveria kryoi bordin e transparencës, reduktoi disa nga çmimet, bëri disa mekanizma dhe protesta ra sepse grupe të ndryshme të protestës, siç ishin ata të transportit publik u ribursuan, u tërhoqën sepse morën mbrapsht atë që kërkonin. Në këtë rast qytetarët se kanë marrë mbrapsht akoma atë që kërkojnë dhe mendoj që kjo është ajo që e bën unike këtë protestë, pra protestë qytetare, po me një mesazh dhe me një marsh politik. Unë kam parë aty grupime të ndryshme dhe pankarta për mua që e simbolizon këtë protestë është jemi bashk derisa dorëheqja të na ndaj. Që thot aty ka shumë grupe të ndryshme, por që janë bërë bashk në një mesazh të vetë. Bjorn, ti si e ke parë dhe si e shikon? Ende. Do flasim dhe për të ardhmen. Më është dukur shumë frymëzuese, unë në fakt ditët e para kur ndodhi protesta nuk kam qenë në Tiranë, kam qenë jashtë Tiranës dhe e kam parë nga ekrani, nga televizioni dhe më është dukur e gjitha shumë frymëzuese, sidomos në momentet e para kur ishte akoma ajo fryma e ambientalizmit, e anti-establishmentit. Ka disa gjëra që mund të them që më shqetësojnë në ditët më pas ose në javët e fundit. Më duket sikur të paktën vizualisht, më thënë, e parë nga ana estetike, nga ana vizuale, po dhe nga një pjesë e parullave dhe fjalimeve, më duket sikur ka një tendencë drejt nacionalizmit, dhe kjo më shqetëson dhe më frikson pak, sepse mendoj që edhe mund të shfrytëzohet nga politikan me prirje populiste të djathta. Por deri tani mendoj që thelbi i saj është shumë i sinqertë, është shumë i drejtë, është një lloj pakënaqësie e madhe me qeverinë padyshim aktuale, po edhe me mënyrën si është bërë politika, siç është thënë në këto 3 dekada. Domethënë është një lloj reagimi ku qytetarët po kërkojnë më në fund që të pyeten seriozisht nga pushteti dhe nga qeveria dhe nga politika dhe të jenë pjesë e vendimarrjes, pasi deri tani kanë qenë pasiv, domethënë janë lënë jashtë çdo vendimarrje. Futemi tek pjesa që është një nga pyetjet që bëjnë të gjithë, madje isha sot në një kafene në mëngjes dhe thoshin njerëzit, po iku Rama, iku Berisha, po kush do vi, po dhe as ka një kokë, duhet ketë një kokë, po jo. Për njerëzit çdo tavolinë janë duke folë për protestën, madje e kanë zbërë dhe botrorin. Edhe në një klub dje ishte kori protestës, Rama jep dorëheq. Imagjino janë bërë edhe këngë. Në beach bar. Janë bërë edhe këngë me sa kanë parë të gjitha. Rigert, çfarë do ndodhi? Cilit janë skenarët? Cili është hapi i radhës? Përveç se do vinë edhe njerëz nga diaspora. Kam parë ose flitet që do jetë një numër i lartë. Ditën e nesërme do të jenë shumë njerëz që do të vinë nga kryeqytetet të ndryshme dhe qytetet të Europës dhe mëngjer, të cilët do të bëhen pjesë e marshimit dhe protestës. Shiko, kur ti kërkon kafe, nuk mund të sjellësh, kamariri nuk mund të sjell pilaf. Që do të thotë, ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një parti të re politike. Ata njerëzit aty nuk po kërkojnë një kokë ose nuk po kërkojnë një leadership. Ata njerëzit aty janë shumë të qartë në atë që kërkojnë. Pra kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe shfuqizimin e bazës ligjore e cila e ka kthyer Shqipërinë në një mall tregtie ose pronat e shqiptarëve në një mall tregtie politik ekonomi. Pra të një sistemi të cilin qytetarët
me sa kam kuptuar unë në këto 19 ditë, nuk janë dakord me këtë sistem ekonomiko-politik. Që do të thotë, qytetarët në kafe apo kudo mund të diskutojnë se çfarë mund të bëjë kjo protestë, por unë mendoj që është te mundësive të protestës që të prodhoj një parti, jo vetëm për kapacitetin intelektual që ka, por edhe për atë diversitetin që përfaqëson kjo protestë. Sa e ndryshme është protesta dhe grupet që përbëjnë atë, që do të thotë ka të majt, ka të djath, ka ambientalist, ka feminist, pra nuk e kanë të pamundur këta që është pamundur krijimi i një koalicion. Është pamundur. Ose një krijimi i një koalicioni ylber, po i quaj unë. Ka patur dhe eksperjenca të tilla. Pra me shumë ngjyra, kolorit. Kjo protesti ka dhënë dhe mesazhet e fsheta politike që ndoshta aktorët politik duhet i lexojnë më së miri. Së pari protesta ka thënë, ose ka folur qartë, me slogane, po dhe me fjalime, që ata duan që nga jeta politike të largohet Rama dhe Berisha. Së dyti, protesta ka bërë bashkë 3 aktorë që duhet të ishin bërë bashkë dhe leksionin e zgjedhjeve e morën pas, që janë 3 partitë e reja. Në shesh është Qori. Ja bërë bashkë apo jo? Protesta i ka bërë bashkë. Protesta i ka bërë, okay. Pra në mënyrë mekanike, por ata duhet të ishin bërë në mënyrë organike. Që do të thotë, ata janë bashkë mekanikisht aty, janë dakord me të njëjtën kauzë, por nuk janë bashkë në letër për të maksimizuar votën e tyre. Kështu që unë mendoj mesazh më të bukur politik që ka dhënë kjo protestë për të paktën për këto 3 forca, që po duan ta marrin, po duan mos e marrin, nuk ka për të dhënë. Edhe për sa i përket PS-s dhe PD-s. Ju ka thënë, pra protesta nuk është kundër partive si PS dhe PD. Pra nuk kërkon shkrirjen. Pra nuk kërkon shkrirjen, përkundrazi aty unë kam parë edhe socialistë dhe demokratë që janë pjesë e protestës, por ata janë kundër liderëve të tyre, të paktën 13 vjet e ka qeverisur njëri dhe 13 vjet e ka qeverisur tjetri Shqipërinë, dhe në këto 26 vjet që këta të dy e kanë qeverisur, janë bërë shumë dëm në prona, në ligj, në arrogancë, në korrupsion e tjera. Pra kundër kësaj është kjo protestë dhe mesazhin politik e ka më të fortë se krijimi një force të re, qoftë ylber, e majtë, e djathtë, nacionaliste apo çfarë do që mund të kërkohet. Bjorn, ti si e shikon? Si duhet të vazhdohet? Është kjo vetëm rrugë e dur apo do të ketë një opsion tjetër që është futje ose krijimi një strukture që e lufton sistemin në mënyrë politike zgjedhore? Mendoj që njerëzit që i kërkojnë domethënë protestës, se po fillojnë ta trajtojnë protestën si një lloj trupi ose si një lloj organizmi i vetëm, por njerëzit që i kërkojnë protestës dhe protestuesve që të dalin me një parti politike ose me një grup negociator ose çfarë do, nuk e kuptojnë thelbin e asaj për të cilën njerëzit janë duke luftuar atje në bulevard dhe gjatë marshimeve të tyre. Thelbi është që njerëzit jo vetëm kundërshtojnë politikën aktuale tradicionale, po nuk duan as të jenë pjesë e saj me këto rregulla loje. Pra duan një ndryshim, thirrja është revolucion, pra duhet një ndryshim shumë më i madh dhe kauza është shumë më e madhe. Dhe nuk besoj se, domethënë, nëse protesta do kishte lider, do krijohej një strukturë politike, do ishte menjëherë e sulmuar nga majoranca, do mund të rrezikonte të kthehej në dekor për opozitën tradicionale. Mendoj që gjëja që duhet, domethënë e them me modesti këtë gjë se unë e shoh nga jashtë, domethënë kam qenë aty si protestues dhe si qytetar, po e shoh nga jashtë të gjithë protestën. Ajo që duhet në ditët në vazhdim është një lloj qartësie pak më e madhe në lidhje me kërkesat politike. Dakord, kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit është e qartë, mendoj se është legjitime. Mendoj se duhet kishte ndodhur dorëheqja në këto 3 javë, por duhet të ketë një qartësi në lidhje me çfarë duan më konkretisht në lidhje me revolucionin, me Shqipërinë e re. Pra slogani Shqipëria e re është shumë e bukur, por është pak abstrakt, domethënë si do jetë kjo Shqipëri e re që kërkohet. Domethënë mendoj që në ditët në vazhdim do duhet një qartësi. Do të futet ndoshta edhe në gjëra politike, programore, po thua, ideore, ideologjike. Programore, ideologjike, po sidomos programore dhe me krijimin e një lloj platforme se çfarë kërkojnë. Rikës të qëndron si argument? Unë mendoj që qëndron, por këtë s'mund t'ja kërkojmë dot protestës. Unë mendoj që në këtë moment duhet të ishin aktivizuar, ndoshta paralelisht ose në mënyrë proksi, akademik, profesor, katedrat, mendimtar, të cilët her pas here mund të kishin hedhur teza politike për Shqipërinë e re, pra për këtë që
qytetarët e perceptojnë, e duan, por nuk kanë aftësinë për ta përshkruar se si mund të jetë Shqipëria e re. Sigurisht kanë ato tezat e para që duan të jenë që individi të jetë mbi partinë, që ligji të zbatohet një lloj për të fortin e për të dobtin, që mos ketë të fort me bluza të zeza, që të rreqin zvarr në sy të policisë qytetarët. Pra, ata në këto 19 ditë e kanë pak a shumë e kanë përshkruar se si ata e duan Shqipërinë e re, por me fjalët e tyre të thjeshta. Tani këtë ata s'mund ta bëjnë dot që ta kthejnë në një platformë politike. Ka 2 ose 3, si thua, aktorë që mund ta kthejnë këtë, ose akademia, ose diaspora e cila po vjen në mënyrë të madhe dhe masivisht me intelektualët e saj dhe po i bashklidhet, ose vetë partitë politike të kuptojnë mesazhin e protestës dhe t'ja u kthejnë atë në platformë elektorale. Më qëndro pak këtu. Partitë politike vetë. Këtu e ke edhe për PS-n dhe për PD-n, pra të reformojnë dhe ato nga kjo lëvizje thua? Unë besoj që kjo është një zhvendosje tektonike që më së shumti duhet të reformoj PD-n dhe PS-n. Ju e pat që një nga deputetet e zotit Rama doli pro protestës, pra dhe një nga deputetet e cila është e re, është vlerësuar në PS, ka qenë edhe objekt debatesh mes të vjetërve dhe të rinjve, kështu që u mendoj hapin që ajo ndërmori. Po që nuk përfaqëson meritokracinë. Po që nuk përfaqëson. Po i të së vërtetës, me gjithë respektin. Meritokracinë po flas në promovim. Po, domethënë ajo ndoshta edhe vetë e ka thënë këtë në disa për statuseve të saj, qëndrimeve që kanë mbajtur në rrjetet sociale, por nuk është ky thelbi, domethënë ideja është që neomalsorët duhet të dalin edhe te PD-ja, edhe te partitë e reja dhe tek PS-ja duhet të ndiqet si model. Për të thënë dhe për të mbajtur një qëndrim që ne jemi me Shqipërinë e re dhe jemi me një model tjetër. Po mos është rreziku i fuzionimit këtu ose inkorporimit të atyre njerëzve që kanë spikatur në protestë në partitë e vjetra dhe kjo mund të sjelli një zhgënjim më të madh apo jo? Jo, domethënë protesta thjesht ju ka ngritur topin. Ju ka ngritur për mendimin tim tek PS-ja Braçës dhe Spiropali, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe po bën një lloj opozite brenda PS-s. Spiropali ndoshta po Braçë hiqe nga ekuacioni. Tregoi që të dy tashmë treguan që janë performativ, që ata po bënin performancë në PS që të binin në sy të kryetarit dhe nuk kishin qëllim dhe as ndonjë mendje që ata të dilnin me një platformë anash. Përkundrazi, zoti Bushati dhe Dade mbajtën një qëndrim protestës, po ata nuk janë tashmë pjesë e strukturave drejtuese të partisë. Njëkohësisht edhe tek PD-ja ishte një sinjal që ata të cilët janë kundër drejtimit të PD-s, sekretariatit apo strukturave të larta që shpeshherë janë shprehur kundër, ju ngrit topi që ata të ishin dhe të dilnin dhe të thonin që kjo protest po na kërkon që zoti Berisha jo të jetë në atë burgun fizik, po të dalë në burgun metaforik, i cili duhet largohet tashmë dhe t'ia lërë partinë atyre që janë më reformator apo ripërtëritje reale që ata e quajnë. Edhe te partitë e reja, ato provuan të mbledhin njerëz në bulevard, po nuk ja dolën. Jo. Zoti Lapaj, zoti Sheja apo zoti Qori. Edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes tyre sa demokratik janë. A kanë bërë zgjedhje të partitë e tyre? A janë të hapur sa duhet? A janë parti pronari? Se për kryetari jam dakord. Kështu që edhe ata duhet të shikojnë brenda vetes së tyre për të toleruar dhe për të hapur forcat e tyre ndaj parimeve demokratike. Bjorn, si duket si argument ky? Mund ta zbej apo ta kalojnë në nivel tjetër edhe drejtimin e protestës, po këta individ të cilët mund të merren nga partitë e tjera politike dhe të ketë këtë rinovim të shumë pritur? Kam frikë se mund ta zbej, domethënë mendoj që ajo që po ndodh është një lloj revolte ndaj çdo gjëje të vjetër dhe ndaj çdo gjëje që deri më sot ka përfaqësuar establishmentin dhe figurat e ardhura nga dy partitë që kanë bërë rotacione me njëra tjetrën në këto 3 dekada, nuk besoj se kanë ndonjë gjë të madhe për të dhënë përveç se për ta bërë pisë në thonjza ato që po ndodh, që është e sinqert në pjesën më të madhe të saj. Zhgënjimi im është me partitë e reja që kanë qenë të paktën nga zgjedhjet e fundit deri tani janë munduar të shfaqen si parti anti-establishment. Mendoj që kanë dështuar para protestës në përgatitjen e terrenit, por kanë dështuar edhe brenda protestës, jo për të kthyer në farë mënyrë në pronar të saj, se do ta shkatronin,
por që njëra prej tyre të mund të jepte protestës dhe lëvizjes ngjyrat e saj. Mendoj që lëvizja bashkë e Arlind Qorit e kishte potencialin për ta bërë këtë. Kjo të duhet të ishte një protestë që ata të jepnin tonin dhe ngjyrat e tyre, sepse është në thelb mendoj një protestë e majtë që slogani kryesor ka Shqipëria nuk është në shqitje. E majtë ideologjikisht. E majtë ideologjikisht. Slogani domethënë është një lëvizje kundër këtyre privatizimeve, pa pyetur njerëzit, pa pyetur pronarët legjitim. Diçka dhe gjëja tjetër është që shumica e protestuesve janë të gjeneratës Z, janë të rinj. Pra do të duhej që t'i përkisnin në një farë mënyrë lëvizjes bashkë, kësaj të majtës ideologjike, sepse janë njerëzit që përballen me pasojat e kësaj politike, janë njerëzit që po hynë në jetë, që kanë të pamundur të blejnë një shtëpi, kanë të pamundur të kenë një jetë dinjitoze. Dhe më ka zhgënjur të them të drejtën pak fakti që lëvizja bashkë nuk ka arritur të jap protestës ngjyrat e saj dhe nuk ka punuar më përpara për të fituar këta të rinj në radhët e saj, që të vinte në momentin kur mos nuk e lejuan ose nuk e pranuan apo Bjorni ka një lloj të drejtë sepse lëvizja bashkë ishte që në fillim ishte në Zvërnec dhe e nisi ose e mbështeti e para këtë lloj proteste, po mendoj që ata tashmë janë maturuar edhe lëvizja bashkë dhe partitë e reja tashmë janë maturuar dhe kanë kuptuar atë që këtyre nuk ju vijnë vetë. Atëherë ama dhe protesta nuk i nxjerr. Pra ata i pranojnë të treja partitë e reja, edhe kryetarët e tyre. Pra po të shkoj zoti Berisha në protestë jam i sigurt që do ta përzën. Po. Kurse tre liderët e partive të reja nuk i përzën njëri, përkundrazi i mirëpresin dhe janë aty pjesë e protestës. Kështu që ata u mendoj që janë maturuar dhe kanë treguar një lloj integriteti që nuk kanë dashur të vënë thonjt mbi podiumin e protestës. Përkundrazi, 2 ditët e para në podium kanë folur përfaqësues të lëvizjes bashkë dhe të Shqipëria bëhet. Ndërsa ditën e 4 hoqën dorë dhe këta, pra as figurat të dyta të treta të këtyre lëvizjeve nuk u bën pjesë e podiumit apo e foltores. Kështu që unë mendoj që ata e maturuar dhe ata kuptojnë diçka. Sa më shumë të zjas kjo protestë me sloganin Rama në burg, Berisha në burg, aq më shumë të gjenerata Z instalohet e pandërgjegjshmja e tyre që kur të shkojnë kundit e votimit, Ramën dhe Berishën nuk do ta votojnë me pakta. Se tifozllëk është ky, domethënë unë jam bërë me Milanin se baba im ka qenë me Milanin, ose pra krijohet në të pandërgjegjshmen tënde një lloj tifozërie. Kështu që të gjenerat e re, qofshin ata në shesh, ata në klub, ata në koncert. U mboll ideja për te Ramës, për te Berishës. Dhe si mund t'ju shërbej kjo partive të reja, kjo shërben kur të vinë kutit e votimit dhe ka një risk që ata të rriten nga 200.000 vota, po them të 3, mund të shkojnë 400.000 vota, dhe nëse ata bëhen bashkë, janë një poli treti i madh. Është një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë, ose 500.000 ka marrë PD-ja. Thjesht do dyfishojnë votën që morën në zgjedhjet e kaluara. Kështu që unë mendoj që ata po tregojnë të zgjuar për këtë aspekt, por nuk po arrin dot të prodhojnë teza, të cilat i përgjigjen protestës qytetare. Ndërkohë, duhet kaloj pak te pjesa e organizimit. Kush merret me organizimin i Gerës, ose çfarë ndodh me fonin, se kam dëgjuar akuza, nuk lejojnë atë, përjashtojnë këtë. Pra si është organizimi, si funksionon? Ato që mund thuan, ose si është? Patjetër, çfarë di unë do t'i them. Unë nuk kam folur asnjë ditë në podiumin e protestës, ka qenë zgjedhje personale. Edhe për shkak se kam hapësirën time mediatike në mediat ndryshme për të thënë dhe kam menduar që aty duhet flasin qytetar të thjeshtë të cilët kanë ato problemet e tyre. Organizimi është një konglomerat, që do të thotë aty ka një vend të posaçëm e kanë ambientalistët, të cilët e ngritën të parët me çështjen e nartës, kanë ato pjesa e fëmijëve, daullet, kanë flamingot e tjerë. Pjesa e fëmijëve është një pjesë tjetër e sheshit e cila unë po thoj se çdo ditë kam sjell çunin aty që pikturon dhe prindrit me vullnetin e tyre sjellin lapsa, ngjyra, kukulla për të luajtur. Shumë gjë interesante. Dhe gjëja më interesante kësaj është që kur fillon marshimi, prindrit bëhen rresht për të mos lejuar që protestat ti kap fëmijë, se ka pasja dy raste ku kanë humbur dhe janë rigjetur. Janë studentët. Unë mendoj që generatori i kësaj proteste janë studentët, të cilët me banderolën e tyre drejtori kryeministrit nuk i ke lar akoma hesapet me studentët,
edhe kjo figurative, kanë një energji të jashtëzakonshme, sidomos në marshim dhe disa nga ditët që s'është e lehtë. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë. Marshimi është. Pra ne jemi gjenerat diku të rinj dhe jemi konsumuar tashmë deri në orën 12. Kështu që studentët janë një gjenerat që besoj e mban me karburant këtë protest. Pastaj janë dhe një grup tjetër aktivistësh të cilët janë bërë pjesë aty dhe janë takuar në protestat të mëparshme, të cilët kujdesen dhe janë mirëmbajtës të lejes në polici, të fonis, të megafonit, shtjen lekët dhe i mbledhin për fonin që e paguajnë. Pra janë disa, po them 30-40 aktivistë të cilët mblidhen dhe bëjnë këtë gjën tjetër. Por ata unë i quaj mirëmbajtës, pra ata janë mirëmbajtës, dihet kush janë sepse kanë leje në polici. Për shembull tre që e kanë nisur është Arilda, Albeni dhe Luciana e Riollit, të cilët e nisën tek drejtoria e policisë ditën e parë protestën për shkak të asaj që ndodhi në Zvërnec dhe aty panë që kishte shumë njerëz dhe i morën dhe marshuan te kryeministria dhe kjo rutinë është ndjekur. Por unë i vlerësoj për një gjë që nuk e kanë lënë protestën të jetë, domethënë të mos afrohen forcat politike, por dhe të jetë diçka e mërzitshme. Për shembull ditën e djeshme e vlerësoj që ata e panë që në parlament ishin deputetët e prerë rrugën dhe krijuan një insinuat aty ku u përballën me disa nga deputetët. Kështu që i vlerësoj shumë për çfarë kanë bërë deri tash. Për mënyrën paqësore atyre që flasin, si funksionon? Me sa di unë, se kanë parë pak kënaqësi në rrjet. Personat që duan të flasin dhe që kanë një lloj integriteti dhe diçka për të thënë. Mund të flasi. Ata bëjnë një listë çdo ditë dhe tashmë kanë bërë dhe me tema. Ditën e pardjeshme ishin pensionistët, ditën e djeshme ishin mjekët me tema të caktuara dhe bëhet një listë 10-15 qytetar dhe secili jepet radha me fjala me radhë. Për të folë. Bjorn, ti si e shikon këtë organizim? Ka një grup koordinues, me sa e kemi parë, e kemi folur. Me sa që duket që merret me mbarvajtjen e të gjithë gjës. Mendoj që kanë bërë një punë shumë të mirë. Qoftë me mbarvajtjen me qytetarinë që ka treguar protesta, domethënë mënyra paqësore, pastrimi i bulevardit dhe i sheshit kur në momentin që largohen dhe fillon marshimi. Në lidhje me organizimin mendoj që është fantastik, më pëlqen. Nuk i kanë lënë asnjë shkas, për shembull dhe ditën e djeshme deputeti Bido provoi ti ngacmonte pak dhe ti provokonte dhe nuk i kanë lënë asnjë shkas për të treguar shenja dhune. Pra ka shumë studime edhe të Harvardit që protestat kur janë paqësore janë më të suksesshme sepse arrin ka dhe fëmijë në mes, arrin që të bini dhe policinë dhe administratën. Pra bëjnë shumë aleat në rrugën e tyre dhe ne kemi qenë një ditë aty pranë stadiumit është një shesh me bar, shesh pushim me bar i madh dhe kur erdhi turma që kaloi një ditën kur dhe zoti Rama bëri atë manifestimin e festës të Partisë Socialiste dhe e kam me fotografi se si turma kur pa barin u hap dhe nuk e shkeli asnjë prej qytetarëve, 10.000 qytetarë nuk shkelën asnjë centimetër bar dhe u bashkuan përsëri ande. Kështu që këto janë mesazhe qytetarie që fitojnë zemrat e njerëzve. Absolutisht. Bjorn, nëse Rama nuk ikën, Berisha nuk ikën. Berisha nuk ka ikur edhe kur shpandon grada në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që nuk besoj që do iki me një protestë ose edhe me 3. Po nëse nuk ikën establishmenti vjetër politik, PSBT, ose ata që e kanë kapur, sepse tha shumë mirë, Rigersi mund të ketë një reformim të këtyre partive dhe protesta ja ka arritur qëllimin. Çfarë ndodh? Çfarë duhet bëj protesta? Po nuk mendoj domethënë se protesta duhet përqendrohet vetëm tek ikja e tyre, domethënë sepse këtë duket sikur është kryesorja. Është kryesorja sepse ata nuk domethënë e shohin establishmentin si fajtorin kryesor për gjendjen në të cilën shoqëria është dhe nuk besojnë më që ky establishment e ka kapacitetin që ta korrigjojë veten dhe me të drejtë mendoj. Dhe duhet ketë, prandaj thash pak më përpara që duhet ketë disa kërkesa më konkrete në lidhje me, nuk e di, me transparencën, ndoshta me referendumet, me dhënien e një fuqie politike më të madhe tek qytetarët. Pra duhet rritur presioni që politika dhe qeveria t'i jap më shumë
pushtet dhe më shumë autoritet njerëzve, domethënë qytetarëve, individit, nuk e di, ka mënyra të ndryshme të bërjes së kësaj të organizimit. Po mendoj se ky është pak a shumë thelbi, domethënë largimi i fuqisë nga elita politike dhe marrja e fuqisë nga njerëzit, nga qytetarët. Nëse Rama nuk ikën, nuk mendoj që është një dështim i protestës, madje përkundrazi, kam frikë se do prodhoj një dëshpërim më të madh që mund ta agravoj situatën akoma më tepër në kundërpërgjigje, sepse janë të gjithë të rinj, janë të gjithë njerëz që kanë jetën përpara dhe duke qenë se kanë jetën përpara kanë dhe më shumë ankth për të ardhmen e tyre. Dhe dëshpërimi i tyre nuk është se do i bënte mirë Ramës, as Berishës, po sidomos Ramës dhe qeverisë. Bjorn, si gazetar, në mbledhjen që zoti Rama do bëjë të shtunën me grupin parlamentar, me qeverinë, mund të ketë ndonjë ndryshim? Nuk besoj. Nesër, domethënë. Po, nesër. Nuk besoj që të ketë ndonjë ndryshim të madh. Ose ndonjë reflektim nga kjo që thotë Rigersi me drejt. Nga situata. Po. Nuk më duket se do ketë ndonjë reflektim. Do duhet kishte një reagim dhe një përgjigje sepse janë shumë njerëz atje dhe është një protestë. Ne flasim thaj. Do të flas vetëm me flamingot, jo me sorrat. Ajo nuk është përgjigje. Përgjigje do thotë japësh llogari përpara këtyre njerëzve, përpara kësaj mase njerëzish që ka humbur besimin tek ty. Dhe ai se ka bërë deri tani. Dhe nuk besoj se ka për ta bërë. Tentativa për ta përçarë. Nëse Rama nuk të riqet dhe Berisha gjithashtu. Ndoshta protesta do të quhet, sepse normalisht është diçka biologjike dhe ka edhe ajo kufizimet e veta, por që siç e tha dhe Bjorni, kjo protestë kur të rikthehet do të jetë ndryshe. Do të jetë më e madhe, do të jetë më e fortë, sepse njerëzit tashmë kanë vrarë frikën. Tashmë nuk mund të ndalë dikush. Dhe në 20 ditë kanë njohur njëri tjetrin, kanë krijuar kontakte. Pra po shkojmë aty. Koordinuesit dinë si ta bëjnë më mirë. Koordinuesit dinë si ta bëjnë. E përmirësuar në një farë mënyrë. Se nuk është se ka protestuar vetëm Tirana, ka protestuar po thaj se mbi 10-15 qytete të tjera, ka protestuar diaspora në shumë qytete, kështu që është krijuar një armatë e madhe njerëzish. Celulari im është bllokuar, në fundjavë bllokohet nga video që më vijnë nga diaspora që duan që të nxjerr. Unë i kam nxjerr të gjitha, për të së vërtetës, po bllokohet celulari në fundjavë. Gjermania, Amerika, Italia. Nuk është e rëndësishme ikën apo qëndron Rama tashmë, por e rëndësishme është ky vend. Ka qytetarë që i dalin zot apo nuk ka? Dhe unë mendoj që kemi arritur në stadin që ka. Se si do të vi e ardhmja, kjo nuk mund ta parashikojmë dot, por mund të themi që është instaluar tashmë një institucion, që është institucioni i qytetarit dhe i protestës. Që në qoftë se ti merr vendime të padrejta, sigurisht që do të përballesh me atë dhe me pasojat që vijnë pas. Përveç kësaj, kanë marrë guxim qytetarë të ndryshëm, të zonave të ndryshme, për të rrëzuar garde. Dhe të dielën do rrëzohet gardi Kakomes, u rrëzua gardi Rjollit. Kanë kontaktuar nga Pogradeci ku është rrethuar një kullot për të bërë panele diellore dhe qytetarët atje janë gati që të përballen dhe ta rrëzojnë gardin. Kështu që ka ndryshuar qytetari shqiptar. Ose ka guxuar, ka fituar aftësinë e guximit dhe sidomos tek brezi i ri që është një gjenerat që s'ka frikë prindrit, jo më kryeministrin e policinë. Mirë, në fund të kësaj bisede, Rigers, faleminderit, kënaqësi, Bjorn, faleminderit. Rigers, ne kemi folur për temat arsimit bashkë në të kaluarën, po do kemi mundësi t'i trajtojmë edhe ato, por tani vëmendje kemi gjithën te protesta, kështu që faleminderit, kënaqësi që kisha të dyve, Bjorn gjithashtu. Ndërkohë erdhëm në fund edhe të newscastit për fundjavën, ne do takojmë javën që vjen, do kemi shumë të ftuar, shumë tema, mos harroni na bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja dhe sugjerime, si e kemi thënë bashkë me stafin ton, do t'i shikojmë me shumë vëmendje dhe më pas do t'i reflektojmë në episodet e radhës. Deri atëherë, fundjavë të mbarë të gjithëve.